Islami. Fetaj. Rafa. E që do vinë thellësi për Zejnullaj, ka qetësuar. Ka 11 metrësh për tanët, ka 11 metrësh, ka faul. Është i ndalur në zonë dhe kemi për ne. Këtu ka reaguar Brunhofer, është austriaku i cili e ka shtyr dhe kemi një 11 metrësh për shkëndjen i minutën e nën. Hajde shojmë Krasniqi tani. 20 Krasniqi shkon dhe super gol. 1-0, kalojmë në avantazh. E gjen në saktësi rjetën aty godet dhe nuk mungon festa e këtyre çunave që janë këtu. Që kanë udhëtuar drejt Ljubljanës në mbështetje të Milan, kampioni i Ligës së Slovenit 2018-2019, ka qenë finalist i Kupës Slovene vitin 2021-2022. Nuk ka fituar ende kupën, por falë rënditjes në zonën e tabelës slovene, le djegim të aksion, një aksion për të parazuar dhe 1-1. Kemi gabuar ne, na shënojnë slovenë. Kopati në autori golit. Kjo ishte një pasiguri mbrojtëson, një koordinim do të thotë, nuk arritën të koordinojnë mirë aty, arritën të shënojnë. Do ta shohim edhe një herë në xhirimin e përsëritjes se si ka qenë momenti. Islami, Hamzaj, gjatë topi, një topi mirë, por nuk kalon aty, e mbulon Zuzi, e mari Slovenë që shkojnë për para, duhet të ndalim të hapësirë, shkojnë për para, hapësirë e krijuar dhe 2-1. E kjo nuk ka u desht, kjo është gabimi që bëm ne, realizon kësaj radhe Stanković. Ishte një gabim, thash, më duke i skuadra jone lodhur, aty kur duhet të ndërpresim, ky ishte një hapësirë, ishte kjo një hapësirë e lënë, shumë e lirë që të manovroj mirë me topin dhe të gjej këndin aty ku nuk mund të ndalej. Por është herët, minuta 56.